Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar nga qeveria shqiptare marrjen e masave urgjente për të përballuar rritjen e kostos së jetesës, që sipas tij është përkeqësuar nga zhvillimet e fundit ndërkombëtare dhe tensionet në lindjen e mesme. Në fokus të propozimeve të tij është përgjysmimi i taksave mbi karburantet, një masë që sipas Berishës do të ndikonte drejt për drejt në uljen e çmimit për qytetarët dhe bizneset. Ai theksoi se niveli aktual i taksimit të naftës në Shqipëri është ndër më të lartat dhe përbën një barë të rëndë për ekonominë. Nuk ka një vend në botë, nuk ekziston asnjë vend tjetër në botë që të ketë taksuar litrën e naftës 60% të çmimit me të cilin ajo shitet. Asnjë vend. Ky është niveli më i lartë në botë i taksave për litrën e naftës. Është niveli më absurd, më ndëshkues për qytetarët. Ndaj dhe ulja me urgjencë e kësaj barre fiskale është e domosdoshme për të parandaluar sadopak, për të amortizuar sadopak pasojat shumë të rënda të efekteve të rritjes së çmimit të naftës. Sipas tij, përveç uljes së taksës, qeveria duhet të ndërhyjë me mbështetje direkte për shtresat në nevojë dhe bizneset e vogla për të shmangur falimentimin dhe për të lehtësuar ndikimin e krizës. Shtresat në nevojë, bizneset e vogla të marrin kompensimin e tyre për rritjen e çmimit të naftës, një kompensim i cili i mbron, u jep mundësi pensionistëve të vazhdojnë jetën e tyre dhe u jep mundësi bizneseve të vogla të përballojnë rritjen e çmimeve, të mos falimentojnë. Berisha u ndal dhe te situata e pensionistëve duke theksuar se ata janë ndër më të prekurit nga rritja e çmimeve. Ai akuzoi qeverinë se skemat e bonusit janë përdorur për qëllime elektorale dhe nuk ofrojnë zgjidhje afatgjatë për përballëmin e kostos së jetesës. Skema e bonusit e përdor në zgjedhjet e 11 majit. Pas zgjedhjeve faktohet një mashtrim i vërtet. Nuk po ju mundësohet pensionistëve të përballen me çmimet stratosferike që rriten nga java në javë nga muaj në muaj. Në këtë kuadër, lideri demokrat përmendi edhe fermerët si një tjetër kategori të prekur nga rritja e çmimeve, duke propozuar përjashtimin e tyre nga taksat mbi karburantin si një mënyrë për të mbështetur prodhimin vendas. Në përfundim, Berisha e lidhi zgjidhjen e situatës me reagimin qytetar, duke bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e 17 prillit si një formë presioni ndaj qeverisë për ndryshim të politikave ekonomike.